Dhe rëndom, po dhe sadakatul fitrit, që i pët posaçërisht enkas në muajin e Ramazanit. Do shta Abdurrahmani këtu më mirë do të na tregoj sepse është koordinator në shoqatën Bereqeti dhe gjatë gjithë vitit është aktiv këtë aspekt. Si reflekton Ramazani tek bamirësit për solidaritet me të varfrit? Besimtari i mirë gjatë tërë vitit është lidhur ngushtë me fukarat, me jetimet, me ata që kanë nevojë. Por gjatë Ramazanit e shton dozën. Dhe Zoti një pjesë e madhe bamirësave, donatorëve, bizneseve i ndajnë zarfat nga dita para Ramazanit deri në natën e fundit të Bajramit, t'i lojnë për nga një familje, të ndihmojnë sado pak të kenë diçka në sofrën e iftarit edhe ata. E kemi një porositë pejgamberit tonë të dashur, dhe kjo është për njerëzit që kanë shpesh strese, ngarkesa. Erdhi një burr i dërguari i Allahut, tha, zemra ka bu e ngurt. I kishte mirat të Zotit, çysh ndodh sot. Gjitha i kemi, po zemra thjesht e ngurt. Dhe për atë gjendjen pejgamberi i Zotit dhe po i thot, nëse ki dëshirë që zemra të qetësohet, ni është krenar, ni është pak më i qetë, pak më i lehtë, tha shko tha gjetha një jetim, jep një ushqim. Ndëgjeja hallë çfarë ka, çfarë derte ka, dhe gjeni fukaran nevojtar dhe rri pak me to. Këto dy aspekte, këto dy kategori që i ka cek feja, që ka shumë nga këto, është shumë normale kur dikush nga bamirësa vjen së bashku me ne tek një familje, dhe shë ku flen dhe çka ka për ngrënë saba, apo në maksham, apo në iftar dhe sofër, më të vërtet i harron telashet e vete, i harron brengat e vete, i harron sprovat e vogla që i duken shumë të vogla atij tash ku peshet situatën, të një nanë që ka 4-5 jetima, apo të një djalë që pret dikush mja ledhatu kokën e vet, e që çdo qim me kokut tha pejgamberi, flokut tha pejgamberi, do të ka sevape, ka problem. Dhe kjo atje kupton se besimtarët duhet të jenë çdo reflektues. Dhe sidomos 10 net që i fundit. 10 net që i fundit garojnë njerëz, cili nga ata marr shërbimin më të madh është nata kadrit, dikush ka shefin sufër, dikush ka shefin iftar, mos u pa natën sidomos. Vërtet garojnë, vërtet keni ka shumë të interesuar se kush që e shohim ne. Që ata nuk duhet të bëjmë pas, sepse hub sinqeriteti pastaj. Në momentin që ko del publikisht disa gjëra mbesin. Pjesën e fundit do të flasim për këtë. Dhe ka shumë njerëz që i vendosin dhe zarfat, kanë ndodhur kalon shoqat 10 zarfa. 1, 2, 3 për 10 net të fundit të Ramazanit, secili zarf ka pas nga 100 euro, nuk dihet kush. Ju ka ndodhur edhe kështu. Do të thënë shumë simbolike. Jeni anonim. Anonim. As nuk dihen familja, as personi. Domethënë, ka dorë Zoti që bamirësat e popullit tonë shqiptar, anë mban botës, janë zemra të mëdha shumë. Mendojnë shumë për të tjerët. Automatikisht momentin që del një lajm i vogël ka nevojë fillon familja pa istekator, bëhen shumica të gjërave, që janë falendëruar shumë për tyre. Faleminderit shumë. A është një lloj ndërgjegjësimi ky muaj? Është edhe vetë disim dhe ndërgjegjësim. Jo atë mban sepse e shef një veten se dikush pas ka nevojë për ndihmën e tij. Dhe momentin që e merr vesh që kjo dorë cila po jep dhe kjo dorë që s'do të marr vesh dy atë dorë tona, e shef që bereqeti shtohet. Në jetën kohën në shpesh thon ai që ka dhënë vitin 2025, dhe ai që s'ka dhënë vitin 2025. Ku ka përfunduar viti, a ka me dikush më i pasur? Jo. Po ky ka shpërblimet e Zotit dhe ky shkreti ka me qysh ka qenë në atë aspekt. Andaj mundon secili nga pasuria e tij ta ndonjë një pjesë, qoftë edhe vogël, një buk, një samun, një pital, diçka e cila jep kupton që më mendu për të tjerë. Në momentin që mendon për të tjerë, ty çtohet bereqeti dhe duaja e tij do kur do neve në azan për të mirë fjalësh dër, mos neve fëmijët tonë dhe pasardhë që kemi pas vetes. Faleminderit shumë. Po më gëzon kjo që po e thu.